Mami dhe babi kanë qenë në proces divorci. Morën vesh që ka humbur. Disa thoshin ka ikur me tjetër, disa thonin që e kanë marrë për qëllime jo të mira. Më ka thënë që mos i vazhdo me kërkimet se do përfundosh edhe ti njëjtë. Kam qenë madhja edhe më ka rënë bara e shtëpisë. Edhe nuk kam patur krah asnjëri. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të hap dritaren për një 34 vjeçare, ajo quhet Leonora dhe është në kërkim të nënës së saj. Ka qenë 10 vjeç kur nëna u largua dhe humbi çdo kontakti me fëmijët, me familjen e saj. Bëhet fjalë për Lulieta Ballën, dashur miq, e cila në atë kohë ka qenë vetëm 28 vjeç. U largua nga Shqipëria dhe drejtimi është i paditur që prej datës 28 qershor të vitit 2000. Kanë kaluar 24 vite dhe fatkeqësisht nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Lulieta Ballës, e cila nëse është ndoshta mirë, sot i bie të jetë plot 52 vjeç. Mirë, do hap dritaren dhe do ftoj vajzën e saj Leonora për të na treguar historinë e nënës së saj dhe më pas padyshim do të kem edhe motrën e Lulieta Ballës, zonjën Mimoza, ajo jeton në Greqi dhe ajo do na tregoj të tjera detaje. Por e nis live-in me Leonorën dhe më njëherë përshëndes. E dashur Leonora, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zonja Odeta. Jemi të dyja së bashku në këtë live sepse ti je në kërkim të nënës tënde, ke humbur çdo lloj kontakti me të dhe nuk di asgjë për fatin e nënës prej 24 viteve. Sa vjeç ke qenë dashur kur nëna u largua dhe humbi kontaktet me ju? Unë atëherë kam qenë 10 vjeç. 10 vjeç. Si e kujton? Po e kujtoj gjithmonë, edhe pse është e dhimbshme se kanë kaluar shumë vite, nuk kam aq shumë kujtime, kujtoj gjithmonë edhe nuk ndihem mirë kur i them. Po mbaj mend atë dashurinë e madhe që ka patur për neve dhe ajo më shtyn më shumë që nuk dua ta le, dua ta ndjek si rast, me sa mundsi kam edhe faljush, derisa të zbuloj diçka, nuk do ta lej kështu. Dashur Leonora, ti ke qenë 10 vjeç kur nëna juaj ka humbur, sot je e rritur, ke krijuar familjen tënde, jeton jashtë Shqipërisë dhe padyshim kërkon dhe këmbgul të mësosh të vërtetën për fatin e nënës. Por unë dua sot të pyes për historinë e saj. Domethënë çfarë ndodhi në vitin 2000, konkretisht në 28 qershor të vitit 2000, që ka qenë dhe kontakti i fundit që keni pasur me nënën. Si e ke mësuar ti historinë e zhdukjes së nënës tënde? Në atë kohë, mami dhe babi kanë qenë në proces divorci, kanë qenë duke u ndarë, edhe thjesht se vinte në takonte gjithmonë kështu, morën vesh që ka humbur, nuk e kërkojnë motrat, e kërkojnë mamaja, e kërkonin të gjithë me fjalë, dhe nuk po gjenin ku ishte, se mami jetonte te motrat, te mamaja e saj, ishte gjalla e atëherë gjyshja, edhe nuk ishte në asnjë. Edhe kështu, disa thoshin ka ikur me tjetër, disa thonin që e kanë marrë për qëllime jo të mira. Këto. Pastaj me anë të emisioneve, se fjalë kështu boshet plot na kanë thënë, por nuk është diçka që e kemi vërtetuar i... Pra, deri më sot që flasim, ju nuk keni asnjë informacion të saktë për nënën tuaj, ju nuk dini se çfarë ndodhi me fatin e saj. Po, nuk di më asgjë, zonja Odeta. Në atë kohë, e dashur Leonora, familja juaj ku jetonte? Në fshatin Kreshpajnë të Korçës, gjithmonë aty kemi jetuar. Pas sa viteve martesë, prindit e tu nisën procesin për të divorcuar, që fatkeqësisht më pas nëna humbi? Po, tani vitin saktë për disa vite martesë kishim, po 3 fëmijë, unë kam qenë 10 vjeç, nuk të kenë qenë atë. Se disa vite tamam martesë, të them të drejtën, nuk e pyesim edhe shumë babin për këto detaje. Edhe pra, nuk ka qenë e lehtë edhe për të. Edhe nuk pyesim shumë. Unë ta mendosh kur jam martuar, kam thirrur mama
vjerës, se nuk e thoja do të as fjallën mama. Të besoj. Që 10 vjeç nuk mund e do të... Nuk pyesme shumë. Nuk kemi pyetur çfarë u bë, çfarë s'u bë, kishim shumë të vështirë. E dashur Leonora, unë e kuptoj që prindit kanë qenë në proces divorci dhe ju 3 fëmijët, ti ke qenë vajza më e madhe e shtëpisë? Po. Vajza më e madhe. Ju 3 fëmijët qëndruat me babain, ndërsa nëna shkoi tek motra e saj, jetonte tek motra dhe tek nëna. Ju jetoni në një fshat të Korçës, po vetë mami juaj Lulieta në çfarë vendi jetonte tek prindrit? Po shkonte në Lushnjë, kishte një motër në Rëmbec, kishte një motër në këto lëvizte. Në Lushnjë. Pra ajo, le të themi gjurmë të fundit i ka nga qyteti Lushnjës tek familja e saj. Aty ka jetuar. Për aty flitet që unë drejt Lushnjës edhe që aty pasaj ku shiqësh, të mëndim se ishte nisur për në Lushnjë, nuk ishte arritur kur, e kërkon të gjyshja se aty ndodheshe, e pasaj nisën të kërkoni. Në atë kohë, mami ka qenë 27 për 28 vjeç, kur ka humbur. Dhe po të ndodhe diku, t'jetë shëndoshe mirë, t'jetë gjallë, i vjet jetë plot 52 vjeç sot. E dashur Leonora, Portezja çfarë ju ka thënë? Momenti që ajo ka ikur nga shtëpia e motrës apo nga nëna e vet, besoj ka komunikuar, ka thënë diçka. Po edhe ato e kanë kërkuar në ato informacione që kam patur me kthenat e njerëzve, por nuk kanë arritur diku, kanë bërë edhe denoncimin gjyshe në polici, por nuk kemi arritur diku, nuk kemi nxjerrë gjën nga asgjë kundi. E kuptoj që deri më sot që flasim të dyja së bashku ju nuk keni asnjë informacion, asnjë lajm për nënën tuaj, por momenti që nëna është larguar, ju ka treguar diçka Tezja, unë besoj që ti e ke pyetur Tezen, gjyshen ato kohë, çfarë të kanë treguar? Nuk kam ndonjë gjë kështu që të them konkretisht, thonë që ka ikur, thonë që do kthehet. Nuk këto kishim atëherë. Nuk kishim ndonjë gjë, se me kë ka ikur si që shtek, unë nuk di. As informacion. Por për gjatë gjithë këtyre viteve, nuk janë pak, dua të fokusohem te vitet e para pas humbjes së nënës. Mbërriti ndonjë lajm në shtëpinë tuaj për të kuptuar drejtimin që ajo kishte marrë? Vetëmi lajm që i dham edhe rëndësi kështu, ishte ajo që kishte nxjerrë pasaport që na linte dyshimin për që kishte udhëtuar jashtë. Që ishte nga njeri i besuar ky lajm që e pan duke nxjerrë pasaport. Pra, nëna, le të themi në 28 qershor të vitit 2000 ka pasur kontaktin e fundit me gjithë familjarët dhe me fëmijët dhe me ju e dashur Leonora dhe ju keni mësuar që ajo përpara se të largohej ka nxjerrë një pasaport. Po. E keni verifikuar në gjendje civile, domethënë është nxjerrë një pasaport në emër të nënës tuaj? Atëherë nuk e verifikoje, do të po tani që yn këto rrjetet sociale, këto me anë të internetit, nuk është nxjerrë pasaport biometrike në emër të Lulieta Ballës. Në vitin 2000 flasim. Flasim për vitin 2000. Më përpara nuk e kemi verifikuar. Jemi interesuar në polici që ta verifikojmë, por nuk na kanë dhënë ndonjë përgjigje. E kuptoj. Ndërkohë nuk kemi si ta verifikojmë, na kanë thënë. Nëse ka dalë një pasaport tjetër pas vitit 2000, por ju jeni të sigurt që në vitin 2000 përpara se ajo të ikte, nuk jemi të sigurt tani edhe për këtë që mbi emrin Balla mund ta kërkojmë apo mbi emrin Leka. Balla është mbi emri babit tuaj? Balla është mbi emri saj, fëmijërisë, dhe Leka është mbi emri babit. Por momenti që nëna humbi, divorci përfundoi? Po, është edhe një procedurë që duhet të vesh vetë me sa di unë të ndryshosh mbi emrin. Nëse të ndryshon unë dhe të vazhdosh të kesh të njëjtin mbi emrin. Ke të drejtë, por dua të pyes e dashur Leonora, pasi nëna humbi, ju më thatë që babi dhe mami kanë qenë në proces divorci. Ai divorc përfundoi? Babi u divorcuar përfundimisht? Po. U përfundua, pra ata u divorcuan dhe ti më tregon që Balla është mbi emrin vajzërisë së nënës.
Po. Ju kur keni bërë verifikime që ajo ka nxjerrë një pasaport, momenti që ka ikur, Në fakt me këtë punën e mbiemrit mamit, mua gjithmonë më kanë dalë probleme kur kam patur për të bërë karta dhe diçka. Nuk më dilte asgjë kundi. As në Elbasan, as në komuna e Kojanit. Ishte kështu si në ajër. Nuk... Sepse nëse mami juaj ka nxjerrë një pasaport në vitin 2000, flasim për qershorin e vitit 2000, përpara se ajo të largohej dhe të humbiste kontaktet me ju dhe persona të sigurt kanë thënë në familje që ajo ka nxjerrë një pasaport, unë jam i sigurt që ajo ka nxjerrë me emrin Leka, se atëherë ka qenë e martuar me babin tënd dhe ende nuk ishte ndodhur divorci. Por nëpërmjet familjes së nënës, flasim për tezet, për familjen e saj, vëllezër çfarë ka, ata janë interesuar. Nuk ishte në djeni fare që do nxjerrte pasaport, i kishte plan që të ikte jashtë shtetit, nuk ishin fare. Ajo nuk kishte hapur me asnjëri se çfarë plane kishte. Pra, ajo nuk ishte shprehur asnjëherë në familjen e saj se ndoshta mund të largohej jashtë kufirit të Shqipërisë. Jo, me sa më ka thënë tezja, jo. E dashur Leonora, unë dua të pyes për kujtimin e fundit që ti ruan nga nëna, kur të ka ardhur për herë të fundit dhe ka takuar në Korçë. S'të të them zonja Odeta. Unë ulem kështu ndonjëherë dhe e mendoj, po nuk e mbaj mend. Vetëm atë imazhin e flokëve. Ke qenë fëmijë. Ka patur të gjata. Atë vetëm mbaj mend që ja leva tonja. Dhe unë e kuptoj se sa të ka munguar në jetë nëna. Ka lënë 10 vjeçe dhe i rritur pa dashurinë e saj, pa erën e saj dhe padyshim që imazhi i nënës të ka munguar dhe të mungon. Dhe sot në një moshë madhore. E kam shumë të vështirë të flas për te. Edhe pse jam e madhe. E kam shumë të vështirë. Jeta juaj pas largimit të nënës besoj ka qenë shumë e vështirë me babain. Babi është munduar gjithmonë të na... Të kujdesej për ju. Po sa do atë që bën nëna për fëmijët. Nuk e arrin dot babai, sa do që të mundohet. Janë gjëra që vetëm nëna ja shumë. Kam qenë e madhja, edhe më ka rënë bara e shtëpisë, edhe nuk kam patur krah asnjëri. Ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vogël në moshë të është dashur të bësh rolin e nënës për motrën dhe vllajin. Po, më ra një përgjegjësi mbi vetëm, pa më pyetur njëri a mund ta bëj apo do ta bëj. Të besoj që fëmiria juaj nuk ka qenë fort e lehtë. E dashur Leonora, derisa ja rritë, jemi rritur sot, kemi familje tona, shqyqër Zotit në ka dhënë shëndetin edhe interesant të vetëm që pjesa tjetër, ikën ato. Ato ikën. Sa do të dhimbshme, sa do... Çdo njeri i ka të shkruar ata gjërat i kaloi edhe neve ato gjëra na kanë bërë më të fortë. Ti më thej që babain nuk e kemi pyetur kur, s'kemi dashur ta lëndojmë dhe asnjëherë nuk e keni diskutuar temën e nënës me babain. Jo, asnjëherë. Por unë jam e sigurt që ai asnjëherë s'u ka penguar që ju ta gjeni nënën. Jo, gjithmonë na ka thënë që kërkojeni. Kërkojeni, na ka mbështetur, nuk na ka penguar asnjëherë. E dashur Leonora, Nuk kemi dashur asa prekim që të ndjehet keq, edhe ne kemi patur shumë të vështirë.
unë po të them nuk e thoja do të emrin mama. Edhe në shkollë kur më pyesin unë çfarë profesioni bëjmë prindrit, unë i kisha nga ora mësimit që mos më pyesin. Nuk e thoja dot. As ta shqiptoja. Të kuptoj qartë dhe nuk dua të lëndoj dhe të prek sot në këtë live, dashur Leonora. Ti jeni një moshë madhore, ke krijuar familjen tënde, je bërë vetë sot nën dhe e kupton më së miri çfarë do të thotë fjala nën. Çfarë dyshon për Lulietën? Nuk e di, nga nuk më shkon mendja, po e pabesueshme më duket fakti që si nuk del tani janë të tëra, rrjetet sociale, mundësit, kjo, edhe nuk e di çfarë të mendoj, çdo gjë më shkon në mendje. Nuk e di. Po më duket e pabesueshme si ka mundësi që nuk kemi një gjë. Pas kaq shumë vitesh, pas 24 viteve, ajo mund ta kthente kokën pas nëse do ndodhej diku, për të kujtuar 3 fëmijët e saj. Por informacione që më ketë ardhur qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve në familjen tuaj, për çfarë vendi flitet se mund të jetojë nëna juaj Lulieta? Po gjithmonë flitet për në Itali. Pra, Livorno të Italisë, Rom. Italia gjithmonë është. pra Nuk pista na ka ardhur në vend tjetër informacion, vetëm në Itali vjen informacion që na ka. Pista kryesore ku dyshohet se nëna juaj udhëtoi 28 qershor të vitit 2000 nga Shqipëria është Italia. Pra do të thotë që ajo mund ketë shkuar në Itali dhe mund ketë vazhduar aty jetën e saj. Po, edhe në televizion ka ardhur si informacion i parë Livornoja e Italisë. Gjithmonë për në Itali flitet. E dashur Leonora, teza juaj Mimoza, e cila dhe ajo jeton jashtë, është duke na pritur në këto momente dhe unë dua që ta ftoj Mimozën, por përpara se ta ftoj Mimozën, nëna juaj tek Mimoza ka qenë përpara se të humbiste, te shtëpia e Mimozës apo ndonjë tezë tjetër? Në tezë tjetër është nisur të shkoj, po lëvishte sa në tezë Moza, sa në tezë Lina, është motra tjetër. Lëvishte në të... Po, ka qenë në shtëpinë e Mimozës. Përpara se të humbiste ka qenë në shtëpinë e Mimozës dhe ajo e ka strehuar dhe në shtëpinë e saj. Do më lejosh që ta ftoj Mimozën në këtë moment e tezën? Patjetër. E dashur Mimoza, përshëndetje. Përshëndetje. Jam së bashku me besën tuaj Leonorën dhe po flasim për historinë e motrës tuaj që fatkeqësisht 24 vite nuk keni asnjë lajm për Lulietën. Ashtu Odeta, ashtu. Unë desha të pyesja e dashur Mimoza, çfarë ndodhi në datën 28 qershor të vitit 2000? Si humbët ju kontaktet me motrën tuaj? Si humbën kontaktet? Ajo ishte shumë mirë me familjen, edhe si që mora vesh unë kishte ca konflikte në morin, vinte në mua, vinte në motra tjetër. Pastaj mora vesh që nuk është, ka humbur. Vajtëm në polici kërkuam. Na thanë që kanë nxjerrë pasaportën në forcë. E pastaj e lam. Por, E lam të gjë do dal tani, do dal pastaj. Momenti që ajo ka pasur konflikte me bashortin e saj dhe ishin në proces divorci, ajo është larguar nga familja dhe ka ardhur tek ju, tek motra tjetër, tek nëna në Lushnjë. Çfarë të ka treguar ty vet Lulieta në atë kohë? Atëherë neve me mendimin se do ta gjejnë. Prandaj vinte në mua, do ta gjejnë, do bashkohet prapë familje, me këtë mendim. Por pastaj prit neve ajo nuk po dukeshë më. Pastaj ka vajtur burri tim më ka denoncuar në forcë se unë kisha fëmijë të vegjël. Jo, e qartë, nëse ti kujton Mimoza, të ka treguar diçka në atë kohë? Nuk më mend më ke treguar diçka në atë kohë.
Por si e zbuluat humbjen? Pra kush e mësoi humbjen e Lulietës? Nga cila shtëpi kishte dalë Lulieta? Motra ime ishte në Lushnjë. Po. Edhe vjen motra nga Lushnjë, ajo na thotë që ka humbur. Mos ka erdhur këtu, ajo nuk kishte erdhur me mua. Kështu e mësova humbjen. Pra, ju e keni mësuar humbjen nga motra tjetër. Po. Por Lulieta në atë kohë askënd në familje nuk e kishte njoftuar planin që kishte për t'u larguar ose çfarë keni dyshuar ju? Asnjë. Se po të dinim neve gjë ku ishte, neve do ta kërkonim. Kishim asnjë gjë që ta dinim, ta verifikonim. Jo, çfarë keni dyshuar ju në atë kohë për motrën? Se unë jam e sigurt që me dikë ajo është shprehur, ndoshta pa kënaqësi me bashortin që po divorcohej, mund të kishte nisur një tjetër raport, ka thënë diku, është shprehur ndoshta tek ty te motra tjetër, prandaj po insistoj dhe po të pyes, çfarë kujton, çfarë të ka thënë në atë kohë? Po ta zemër, ajo ka ikur papritur, edhe ne nuk morëm vesh asgjë. Ka ikur shumë papritur, motra më ka thënë nga Lushnja që Luli nuk është. Nuk është Luli, ku vajti? Ka ikur papritur, se ne po të ishim djeni që na kishte thënë një gjë, do kërkonim diku. Ku të kërkonim? E kupton? Largimi i saj ka qenë nga qyteti Lushnjës? Kështu doli nga motra dhe nuk u kthye më. Motra nuk e di, nga ka qenë motra, më ka thënë që nuk është. Mirë po fëmijët thonë që motra ime ka vajtur në fëmijët. Ju ka shpën dhurata. Përpara se të ikte. Ajo ka humbur nga Korça. Se tregon fakti vetë që ka vajtur i ka dhënë fëmijëve dhurata. Dhe sepse ne kemi një datë që i referohemi, 28 qershor 2000, që është data e humbjes së kontakteve të Lulieta Ballës me gjithë familjarët. Leonora, ti e kujton, ndoshta si ditë jo, por e kujton momentin kur nëna erdhi dhe u solli dhurata, se i bie ky të ketë qenë takimi i fundit që keni pasur me nënën. Ka qenë natë. Ka qenë mbrëmje. Po? Ka erdhur na disa dhurata. Dhe tani ne këtu jemi konfuz, nuk e dim. Ka humbur që atë ditë ku na ka erdhur na ka sjellë në dhurata, kur është nisur drejt Lushnjës, kur ka erdhur për nga Lushnja këte, është një kështu këtu, një enigëm që nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e nënës tuaj. Por ti e kujton fare mirë që një mbrëmje ajo ka ardhur në shtëpi dhe ju ka takuar dhe ju ka sjellë dhurata. Se ti e përshtypje si një takim ndarje me fëmijët, sikur ajo kishte planifikuar diçka që do i takonte për herë të fundit dhe do ikte. Nuk e di, ajo gjithmonë që vinte ashtu vinte. Gjithmonë që vinte me dhurata, vinte gjithmonë theshte, si sa edhe tezja që do bashkohemi, nuk e kishte atë që do ike dhe do t'ju takojme, gjithmonë theshte do vi. Do jemi bashk, e kishte gjithmonë këtë e thështë. Edhe me babit, edhe babit kështu ishte, do bashkohemi. Pra, edhe pse kishte nisur një proces gjyqësor, ju po më tregoni që prindin atë kohë po bënin përpjekje për t'i dhënë shanse edhe një herë njëri tjetrit. Unë ashtu e mbaj me zonja Odeta. E dashur Mimoza, sepse Leonora ka qenë e vogël, ka qenë 10 vjeç dhe sigurisht është e pamundur të mbash mend gjithçka. Ju që keni qenë në moshë madhore, motra çfarë ju thoshte që do bashkohej me burrin, do rikthesh në familje? Po, edhe sa herë që vinte në mua, ajo prap shkonte takonte fëmijët, ajo do bashkoheshe. Çfarë të them Odeta? Çfarë të them? Neve na e ka erdhë papritur. Në 2010 pastaj kemi marrë vesh që motra jonë ndodhet në Itali. I bie 10 vite pas humbjes. Po. Si e morët vesh të informacion? Nga thanë, me fjalë gojë thëna, po unë asnjë gjë nuk kam të sigurt. Na kanë thënë që është në Itali. Ne u çmendëm, kush e çon në Itali, që shikoj në Itali. Kaq vjet që s'u bëj gjallë. Ne urojmë dhe shpresojmë që ajo të jetë mirë, të jetë shëndosh, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj, por
pas vitit 2000, kur ajo humbi, ju e zbuluat nga një person që kishte nxjerrë një pasaport motra juaj Luljeta, që ti e përshtypjen që nxjerrja një pasaporte është largimi nga Shqipëria. Kjo është e sigurt me pasaportës është sigur që ka nxjerr. Po. Jeni interesuar në vlerën e dashur Mimoza? Për pjesën e pasaportës, a ka dalë vërtet një pasaport në emrin e motrës tuaj Luljeta Balla apo Leka të bashortit? Unë nuk jam interesuar që ka nxjerrë pasaport apo jo, po është edhe një fakt që sa herë që bën fëmijë të nxjerrin pasaport ose gjëra ju dalin probleme. Leonora e di. Po, ma Po, ja tregoj. shpjegova më parë. Probleme me emrin e nënës. Po, Por që do të di thotë fëmijë pasaport. E dashur Leonora, çfarë na i shpjego sakt, çfarë problemi? Kur ti mundohesh për nxjerr dokumentat e tua, ke probleme me emrin e nënës, që do të thotë çfarë? Vendlindja me vendodhjen, gjithmonë kur vem të zëm Elbasan ose Korç, gjithmonë ta nxjerr në ajër, nuk na nxjerr diku. Nuk janë të sakta. Po nuk janë të sakta. Kjo nuk përkuset. Prandaj nuk jam të sigurt tani. Mban akoma mbi emrin Leka i mbi emrin Balla. Por gjithsesi kjo është një gjë e lehtë për të verifikuar, sepse babi është divorcuar me mamin. Pas humbjes së nënës, babi u divorcua. Që do thotë Vetë që ta kërkoj në komuna e Pojanit kur na përmbledh me si fshat, aty është li. Nuk figuron mami. Po, vendlindja është edhe kjo procedura që vetë personi kur ndahet duhet të vejë që ta bëjë. Kjo nuk është bërë dhe ajo del në ajër. Duhet ta futin. Mimoza, vendlindja e Luljetës ku është? Gjendja civile e familjes së trungut tuaj Balla, ku ndodhet? Në Elbasan. Elbasan. Aty jeni interesuar se pas divorcit padyshim që ajo ka kaluar te trungu i familjes. Në trungun familjar del me të gjithë. Po vetë kështu kur e kërkon, nuk e di se nuk di të them për këtë pjesë, nuk marr vesh edhe shumë, po kur kemi marrë trungun familjar, del në familje, po kështu ja kur e kërkojmë vetë, nuk na del. E kuptoj, probleme me këtë pjesë që nuk arrini dot edhe ta shpjegoni se çfarë ka ndodhur pikërisht edhe në sistemin e regjistrimit. Di më mirë të gjëra të gjendja civile, unë nuk di të ta shpjegoj që të më kuptosh edhe si gjendet puna. Më lejo të pyes pak tezën. E dashur Mimoza, ju e keni njohur mirë motrën në moshë madhore, keni folur, keni diskutuar, ti vetë çfarë dyshon? Që çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e saj? Po zonja Odeta unë kishoja ajo ishte shumë, jo se ka mund motër, po aqe për kështuar pas familjes. Atë nuk e di çfarë i ka ndodhur, se ajo nuk kishte mundësi mos bëshe e gjallë për fëmijët. Për mamin, për nënën time një, ajo do bëshe e gjallë. Nuk ka mundësi a të fëmijët, ajo ishte aqe urtë, aqe mirë sa nuk e ide. Kjo gjë na ka çmendur. Diçka e keqe mund t'i ke ndodhur, nuk di çfarë të them. Po mirë, kur ju keni bërë denoncimin në polici, nga sistemi TIMS, keni arritur do të zbuloni ka dalë nga Shqipëria apo jo? Sepse nëse ai ka nxjerrë një pasaport dhe ka dalë, ka përdorur atë pasaport në sistemin TIMS, kjo gjë verifikohet. Jeni munduar? Ato Odeta nuk shumë veshin, zonja Odeta, nuk ishte si tani, atëherë nuk të merrnin edhe shumë për bazë. Po. Zonja Odeta, neve kemi denoncuar në polici edhe nuk është bërë asë një gjë. Se nuk humbi një zokë pullë ku i thonë fjallës, humbi njëri. Absolutisht asë një gjë. Neve vetë nga fashathemet kemi marrë vesh që është një Itali. Edhe këtë një Itali si kemi verifikuar akoma. Vetëm fashatheme asë një gjë tjetër. Na thonë është një Itali. Na thonë është martuar. Na thonë mund tjetë në burg. Nuk di këtë besoj. Nuk di këtë besoj. A arritët ju të zbulonit qoftë dhe nëse ishte larguar drejt Italisë kush ishin personat që ajo u shoqërua kohët e fundit? Zonja Odeta nuk mund të akuzoj njëri për arsye se nga që unë jam shumë shikuese e rregullt, edhe i shikoj tërë emisionet tuaja. Edhe shikoj çfarë bëhet.
Edhe shikoj çfarë kanë bërë shqiptarët. Unë nuk dua të akuzosh askënd dhe nuk dua të përmendesh asnjë emër, por a arritët ju vetë si familje të zbuloni diçka? Disa dyshime që i kishim, disa persona që i kishim, kemi kërkuar të gjejmë diçka, por nuk kemi nxjerrë gjë ne vetë si personalisht Si familje. Vetëm disa kërcënime kemi patur, asgjë tjetër. Pra keni mundur Aty kur kemi kërkuar për ata persona që dyshomim, kemi patur disa kërcënime, po gjë tjetër nuk ka dalë. E qartë, e kuptova. Keni arritur të zbuloni disa emra, keni bërë kërkime dhe ata persona... Vajzën e kam kërcënuar, nuk e mbaj mend se dhe në emisioni që kërkonim Leonora nënën, edhe kam kërcënuar në 12 natës që mos e kërko mami se do ta përsoshe edhe ti si mami. Kush? Leonora, ty të ka ndodhur kjo gjë? Po. Leonora, të lutem se kjo që ka një gjë shumë serioze. Në vitin 2011, Po. Vitin 2011 ka ndodhur. Atëherë, mund të më tregosh në vitin 2011 kush ju kërcënoi? Mos më përmend emrin te ky live, por çfarë? Ju erdhi një mesazh? Se njëri pa njohur edhe me numër kabine më kanë marrë se kam shpen që ta verifikoj. Çfarë ju tha konkretisht? Edhe më ka thënë që mos i vazhdo me kërkimet se do përfundosh edhe ti njëjtë. Ishte një zë mashkulli që nuk arrite dot normalisht ta identifikohej se nuk e njihje, që ju ka telefonuar në orën 12 të natës dhe ju ka kërcënuar që mos e kërkon nënën se do të gjej si nënë. Mbas kësaj telefonate më ka marrë edhe një zë gruaje. E shtequr unë besoj ashtu se nuk më përcolli ndonjë diçka zëri dhe më ka thënë që ja mami mos më kërko më. Por nuk as më përcolli ndonjë të them si zëri mamit. Asgjë. Ishte një gjë si për të mbuluar situatën, se ishte një zë që fliste shumë ullët dheri që mos e kuptoja kush ishte, a nuk e di. Një zë femër më ka thënë mos më kërkome. Zonja Udeta, po, vetëm një pyetje t'i bëj Mimoza. E dashur Mimoza. Ka qenë vajza, më lejo të them edhe faleminderit për mundësinë që më dhe, ku ka qenë vajza në klasën e 4. Po. Kam vajtur një çift të marrin vajzën nga shkolla. Më mirë ta tregon Leonora. Ta rëmbenë. Leonora, më kanë thënë që do të hajtë të çojmë te mami dhe kam ikur se Ti ke qenë klasë 4 dhe 2 persona të panjohur? Në 5 kam qenë, klasën e 5. E vogël, si e 4 e 5. Mund ma tregosh e dashur Leonora, kanë qenë 2 persona të panjohur? Po, nuk e njihja. Të erdhën në ambientet e shkollës? Po. Dhe çfarë të thanë konkretisht? Më kanë thënë që hajtë të çojmë te mami, edhe i kam kaluar poshtë dorës se kishte dorën te muri, kam qenë në vogël. Edhe i kam thënë jo, mami vjen vetë më merr po. Po në atë kohë babai bëri denoncim në polici, u arrit të zbulojë kush ishin ta persona që nuk ja kam thënë fare babit këtë gjë. Nuk ja kam thënë. E dashur Leonora, në momentin që të telefonuan në orën 12 të natës, në orët e vona të natës, nuk e di sa ka qenë ora, dhe të kërcënuan për nënën, ty të kujtohet prefiksi, të kanë marrë nga numër kabine, po të kujtohet prefiksi shtetit? Jo, nuk i ka dalë, vetëm i ka dalë që një kabinë, në fakt shqiptare ka qenë kabina, më falë, shqiptare ka qenë. Që ju kanë marrë brenda territorit të Shqipërisë? Nuk kanë marrë, po. Nga të gjitha këto ngjarje e dashur Mimoza dhe Leonora, ju dyshoni se ndoshta Lulieta mund të ketë rënë pre e trafikimin në atë kohë për shkak të gjithë këtyre kërcënimeve që kanë bërritur në familjen tuaj? Po, zonja Udeta. Gjithmonë që kërkonja për ata persona, gjithmonë kisha nga një lëvizje kështu. Zonja Udeta. Po, zonja Udeta. Po, Mimoza. Nuk e di. Ajo nuk e përpyet dheri. Një njeri nuk e ka parë. Si ka mundësi një njeri nuk e ka parë? Nuk di çfarë them. Ajo pa fëmijë nuk po vite një sekondë, diçka i ka ndodhur, diçka, nuk e di. Nuk e di çfarë them. Dyshoni se mund të ketë ndodhur diçka e keqe me fatin e saj? Nuk e di, mund të jetë larg. Na thonë
që mund të jetë martuar, mund se kanë shqitur, që nuk kanë bërë shqiptarët në atë kohë. Ca në thonë, mos është martuar larg edhe s'ka komunikim. Mos ka bërë burgun e ndonjëri. Mos është martuar, nuk di çfarë të them, çfarë nuk na thonë. Nuk di këtë besoj. Bëj fjalë për çfarë shteti që mund të ndodhet në burg? Në Itali, Ky informacion kur ka ardhur që ndodhet në burg? Si fillim fare kemi të dhëna që ka qenë në Livorno, Milano. Po, ma tha dhe Leonora këtë gjë pak më parë. Po, Por ky informacion për burgun, çfarë viti ju ka ardhur? tash ja që kërkoj unë, edhe hedh hipoteza që si ka mundësi, ku mund të jetë. Edhe më thonë, mund të jetë në burg, mund të jetë martuar larg. Jo, është tjetër të dyshosh dhe është tjetër të vi një informacion. Juve ju ka ardhur informacion që mund të ndodhet në burg? Informacion, hipoteza hedhin. Nuk më thonë që kërkon se unë po ta di që është në ky burg, do të dërgoj një njeri të interesohet në ky burg. Më thedhin shumë hipoteza. Mund të jetë martuar larg, mund të jetë në burg, mund. E qartë, unë e kuptoj e dashur Mimoza dhe Leonora. Çfarëdo që mund të ketë ndodhur, mund të jetë martuar, ka krijuar familjen, mund të ketë rënë në burg, nuk e dim çka ka ndodhur, sot shanset për të kontaktuar me familjen janë më të lehta se dikur. Ashtu. Çfarë e pengon? Kjo na bën më shumë. Çfarë e pengon? Çfarë pengon? Po mi tash u vitën. Ajo le të jetë mirë, nuk dua mas një gjë të saj, vetëm të jetë mirë, na thot jam mirë. Asnjë gjë tjetër nuk dua. E mendoni që largimi në ato vite, lënia e fëmijëve dhe largimi drejt Italisë e ka bërë që sot të frenohet dhe të ketë atë ndjesinë e fajt të kthej kokën mbrapa? Po e kuptoj me zonja Odeta, po neve nuk i kërkojmë asgjë. Çfarë ka, neve nga ne ka derën hapur, si do që të ketë punën. Çfarë do t'i ketë ndodhur? Nga ne ka derën hapur. Fëmijët e duan, motrat e duan. Unë pandaj kam dalë në emocion që ta ketë, mos e ketë këtë ndjenjën e fajt, që po e kërkojmë, por po ashtu nuk do ta kërkojmë fare. E dashur Mimoza, nëse do ndodhet diku motra juaj, është gjallë, mund të jetë martuar ashtu siç ju kanë ardhur informacionet, unë dua që t'i përcjellësh një mesazh në këtë live. Po zonja Odeta, unë do t'i thonja si do që t'i ketë ndodhur asaj në jetë, çfarë do t'i ketë ndodhur nga neve edhe nga fëmijët, nga motrat, e ka derën hapur. Nuk e paraqikoj për asnjë gjë. Motra time ka qenë shumë e dashur, shumë e urtë. Edhe i lutem tërë shqiptarëve nga do janë, se ka dhe në këto botë shumë njerëz të mirë, unë shumë e besoj. Edhe unë e besoj. Të vend dorën në zemër, të vend dorën në zemër. E të na thonë një gjë të vërtetë, mos na lodhin se kanë kaluar kaq shumë vjet. Na thonë një të vërtet dua. Keq nuk i bëjmë asnjëriu. Vetëm një të vërtet. Kaq. Falenderoj Mimoza. Leonora, unë uroj që mami jo t'jetë gjallë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj dhe dua tani t'i drejtohesh mamit në emrin jo vetëm tënd, Leonora, por në emër dhe të motrës dhe të vllajt, të 3 fëmijëve, që jam e sigurt kudo që ajo ndodhet, ju i mungoni, por nuk dihen arsyet. Çfarë ka ndodhur, si ka vazhduar jeta e saj? Do i lutesha shumë që të bëhesh e gjallë, se neve kjo që nuk dim, na vret akoma më shumë. Është një plagë akoma më e madhe. Ashtu është. Edhe kur s'di, ju lutem të na tregojnë, mos lozin me dhimbjen tonë. Sa e tezja keq njeriu nuk i bëjmë, kanë kaluar shumë vite, vetëm të dim një të vërtetë. U uroj me zemër, sinqerisht, e dashur Leonora dhe e dashur Mimoza, të zbulohet kjo e vërtet, të mësohet çfarë ka ndodhur me Lulieta Ballën dhe uroj me zemër që ajo të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj në vitin 2000 kur u largua. Zonja Odeta, faleminderit. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj që u pata të dyjave në këtë live, do mbetemi bashkë në kontakt gjithnjë me shpresën që do vinte një informacion dhe një lajm i mirë për Lulieta Ballën. O Zoti i Madh, shpresat në ty dhe në Zotin kemi Ozeta. Zonja Odeta, shpresat në ty, se ke gjetur shumë njerëz. E uroj. Inshallah na bën mrekulli, inshallah, se nga njerëzit nuk besojmë. E uroj me zemër. Kanë lodhen,
jam lodhur duke dëgjuar tallen me dhimbjen tonë. Kjo është e dhimbshme. Është shumë e Tallen me dhimbshme. dhimbjen tonë. Vetëm një të vërtet dua, mas një gjë nuk dua. Ty të rujtë Zoti. E uroj me zemër, sinqerisht, e uroj me zemër të zbulohet kjo e vërtetë sepse nuk janë pak, janë 24 vite. Mirë, e dashur Mimoza, të falenderoj që të pata në këtë live. Edhe unë falenderoj shumë nga zemra, falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj. Gjithë të mira, falenderoj. Leonora, të falenderoj dhe ty e dashur, dhe ta uroj me zemër që ta gjesh sa më shpejt dhe ti të rasësh me plot gojën mami që të ka munguar. Të lund goja, zonja Odeta, të lund goja. Shumë faleminderit. Ju përshëndes të dyjave. Mirupafshim. Gjithë të mira. E dëgjoja nga të tjerët që më thoshin, ty të ka pru mamaja mbrapa, ndeshesh mami për shumë me ndonjë shoqe, gjithmonë ja bënin me shën që kjo është ajo, që e ke prur. I kam thënë mami, po ty më kotë se ka ngacmuar në një qunë. Edhe më thot, po thot filani, më thot me emër mbi emër, unë këtë emër e registrova. E kupton, mama eme ka qenë vajzë, ai ka qenë djalë. Unë kështu e mendoj, biles mami im shumë ka thënë që e ka dashur njëri tjetrin. E braktisur nga të gjithë, jo nga vetëm nga ai. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, do të lidhemi me një nën, ajo është 44 vjeçe dhe quhet Linda Nushi. Në fakt në live me Odetën, ajo nuk do kërkoj asgjë sepse atë që nuk e njinte prej shumë vitesh, babajin e saj biologjik e ka gjetur përpara 5 viteve, ku ka një komunikim, por kjo 44 vjeçare do rrëfej gjithë historinë e jetës së saj dhe ditën e sotme ka vendosur që këtu në live me Odetën ti përcjelli një mesazh drejt për së drejti babait të saj. Kështu që unë do hap një herë dritaren dhe do e ftoj të 44 vjeçare. Linda, përshëndetje nga Tirana në radh parë. Nga Padova. Ti nuk më nje, po unë kam shumë kohë që të ndjek të emision, që kurse ishe shtatzane. Po ti më mban kjo mend mua. Po, shumë herët. Më kam tërhequr edhe kam parë gjithmonë dhe ajo shpresa, po asnjëherë nuk u kujtua njëri. E dashur. Për këtë çështjen time, po. Ti më ke telefonuar dhe do më tregosh historinë tënde dhe je në kërkim të një personi shumë të rëndësishëm siç është babai. Po, kjo është e vërtetë, është një histori ka ndodhur 45 vjet më parë. Nuk e di, po, sepse kam folur me atë person, ai më ka thënë që unë jo se e kam dashur, mirë po, e deshi se deshi, unë erdha në jetë. Kjo gjë ndodhi. Atëre, ti po më po. tregon që ke ardhur një fëmijë jashtë martese. Shiko, jashtë martese, sepse nuk arritën të bënin fejes, martesë. E kupton, mama ime ka qenë vajzë, ai ka qenë djalë. Kanë qenë të dy të dashuruar dhe nga kjo dashuri ke ardhur ti në jetë. Unë kështu e mendoj, biles mami im shumë ka thënë që e ka dashur njëri tjetrin. Tani në kohën që mami im nuk është që unë kam folur me te, më ka thënë që unë jo se e desha mamën tënde. Pra të them te, e deshi, nuk e deshi, unë erdha në jetë. Kupton? Nëse ai është babai jot. Po. Megjithatë, në kohën në 79 mendoj, sepse nuk kam as edhe një lloj dokumenti për shembull në shtëpi për gjyqet që janë bërë, sepse janë bërë shumë gjyqe, u bë shumë çështje madhe sikur kjo. Nuk kam asnjë letër nga këto dokumenta. Ti pas ke folur me babain tënd, atë që dyshon që është babai, realisht çfarë kërkon? Ai e pranoi, unë jam ta. Po? Më tha, unë jam, por më mban distancë, e kupton, shumë distancë. Nuk të njeh si vajzë me kuptimin që të dhuroja atë dashuri që të ka munguar, figura atërore. Po, tani mundësit janë, unë ja kam thënë, i kam shpjeguar, unë nuk dua asgjë nga ty. Mos mendon se unë dua diçka pasuri si mund ta thuash, i kam thënë, nuk dua asnjë gjë. Mjafton të flasim, sepse mua mami më ka vdekur shumë shpejt. E kupton? Ngushëllime. Faleminderit. Këta i kam kërkuar asgjë tjetër, edhe pse fshehur për shembull. Po prap të fliste, po
edhe këtu është distancuar. Kam folur, i kam treguar Biles më shumë, pyeti që çfarë dija unë, ai gjithë kjo histori, unë i thash çfarë dija, çfarë kisha dëgjuar, çfarë më kishin thënë. Edhe pastaj më tha jo se e desha mamën tënde, tha po ndodhi kjo gjë. E në fakt, Biles, kjo gjë mua nuk më pëlqen që ai e tha, dhe sikur mos ta kish dashur, ai thoshte që ne nuk vajtëm to deri në fund kësaj lidhje. Ndodhi që ajo ishte shtatzane. Besoj e prekur kur të ka thënë që nuk e kam dashur nënën tënde. Janë fjalë që të kanë prekur. Unë nuk e besoj këtë gjë, megjithatë i thash vetëm si të fliste me mua, nuk i thash asnjë gjë. E kupton, pranova këtë gjë që ai tha, nuk ju kundërvura, ti thosha po mirë. Me fjalë kur ti se deshe, do të thotë që ke kryer një akt pa dëshirën e saj. E dashur Linda, do më lejosh të pyes? Po. Ti e rritur me nënën, nëna e vazhdoi jetën, u martua? Po. Shiko, unë jam rritur, nëna u martua. Me fjalë, Biles, sepse të dy jam nga fshatrat e Vlorës. Si e, me fjalë. Mami pastaj është martuar në Seman, siç të thash. E qartë. Ti e rritur në zonën e Semanit. Po, në Seman brenda. Mirë, të paktën nuk të ka munguar figura atërore. Ke patur dikë që ke të rritur baba. Jo, këtë jo, s'm ka munguar, po gjithmonë kisha këtë, e dëgjoja nga të tjerët që më thoshin, ty të ka pru mamaja mrapa, edhe e dëgjoja edhe muhabetet të tjera se edhe kur ndeshesh mami për shumë me ndonjë shoqe, gjithmonë ja bënin me shën që kjo është ajo, që e ke prur. Unë nuk thosha gjë, po këto gjëra gjithmonë me fjalë i mbaja për vete, sa një ditë ma tha edhe mami, që kështu. Edhe këtu dua të ndalem. Sa vjeç ke qenë dashur Linda kur mësove që personi i cili po të rriste nuk ishte babai jot biologjik? Sa vjeç ke qenë? Ndoshta mund të kemë qenë 8 vjeçe, 9 vjeçe, kur shoqet thoshin që ty të ka prur mamaja, edhe kësaj moshe mund të kemë qenë. Por kësaj moshe. Pastaj të vërtetën fare me fjalë, ma tha mami kur kam qenë 17 vjeçe. Dhe besoj i ke bërë shumë pyetje për babain. I kam bërë pyetje. Unë faktikisht shumë kohë më parë në kohën që fillon. 13-14 vjeçe i kam thënë mami, po ty në kohë të ka ngacmuar në çun. Si nëna me E qartë, të gjithi kemi patur këto diskutime me nëna tona. Po, edhe më thot filani, më thot me emër mbi emër. Unë këtë emër e regjistrova. Doli që ishte ky që unë kisha fiksuar, këtë emër që unë kisha fiksuar, që ishte baba im. Pastaj shumë pak, me fjalë muhabete në lidhje me ta, sepse s'kisha as ajo më çfarë thoshte, se ishte shkëputur nga atje. Nuk ishte me fjalë gjëra të reja apo qysh. Jo, e qartë. Këtë më pak thënë që ai ka ardhur. Një herë ka ardhur. Po. I kishin thënë që ai ka ardhur në fshat, po që kur ja kam thënë atij, ai tha jo. Disa gjëra ai nuk i pranonte, po unë nuk besoj se mami im më ka gënjur. Edhe këtu ndalemi, se nëna juaj fatkeqësisht ka ndruar jetë, por në atë kohë ti ke folur me nënën dhe besoj ta ka treguar këtë histori dashurie, që ishte dashuruar me babain tënd, kishte mbetur shtatzën, por pse kishte braktisur ai? Tani mami tha, neve tha, kemi qenë tha 7 fëmijë tha. Edhe ishte një familje e varfër, mund të themi. Ndërsa ata ishin më mirë me fjalë, më lartë. Nga ekonomia. Ati kishte vdekur babai. Mirë po kishte një vlla që ishte ai që komandonte. Në familje. Ata janë 3 vëllezër. E di që janë edhe motra shumë, por nuk e di se sa motra janë. Edhe kështu me fjalë, kanë bërë gjyqe, janë bërë nuk e di sa seanca, qysh, po e di që janë bërë gjyqe, edhe fillimisht tha,
e kam fituar unë gjyqin, më ka thënë mami. Gjyqin për Pastaj ka e hudhën ata. Gjyqin për çfarë e kanë bërë në ato kohë? Ai e ka njohur atësinë në ato kohë? Jo, shiko, unë nuk ekzistoj fare në emër të ty. Ai Si fëmijë e ti. nuk ta ka dhënë atësinë. Ja, nuk më ka dhënë. Dhe pastaj e kam hedhur dhe ata, me fjalë përsëri kanë zhvilluar dhe ata, nuk e di gjykata Peli, nuk di si ta them, besoj që në Vlorë janë bërë gjitha këto. Pastaj e fituan ata, sepse ja vllai i tij që ishin çuar një qendje atje të pjekur, kështu siç ekzistonte. E qartë, por nuk e dim arsyen pse kanë qenë në gjyq nëna juaj e ndjerë me personin që ka dashur në ato kohë. Por ajo të ka treguar që ka qenë vllai i tij që nuk ka pranuar këtë martesë dhe kështu në një farë mënyrë ai e braktisë nënën shtatzën, ka qenë apo kisha ardhur në jetë ti? Edhe më ka thënë edhe këtë, sepse mami në kohën që ishte shtatzan, ndodhën gjyqet si duket të ndanë gjerat, që nuk barku sa vite e rritesh, ditë të afroheshin, pastaj nuk e di se kush, një lajms, që ande nga zona jonë, ndërhyri me fjalë për babin që më rriti. Po. Në theman. Mami ka ikur shtatzane, më duket për 7 ditë pastaj kam lindur unë. Momenti që Që kështu unë figuroj në emër të babit që më rriti. e qartë. Kishte qenë babi i martuar, mirë po nuk kishte sjell fëmijën jetë, me gruan e parë edhe gjyshi kishte ne po përgëzoj maçet, kishte jo më një fëmijë me fjalë. Ishin gëzuar. E qartë, e kanë pritur mirë ardhjen tënde në jetë. Je rritur me dashuri, s'ka munguar familja. Po. Tani, si so familje? Nuk më ka munguar, biles dhe babi ka 2 vjet që ka ndruar jetë. O, të dy prindrit kanë ndruar jetë. Më vi ka keq. Faleminderit. Me fjalë nuk kam më njëri andej. Kjo është jeta. Do të thoja edhe këtë tjetrën, nuk e di se sa kam qenë unë, që kanë qenë në Tiranë, edhe është bërë dhe mendoj unë se më përpara thuesh analizë, ndërsa tani thuhet ADN-ja. Po, analiza ADN-s, po. Edhe kam dalë që kam qenë një grup gjaku me atë. Edhe mami më ka thënë që atje tek dhoma, nuk e di, në një moment vetëm sa dhe i kam thënë sa, të kam thënë ty sa, bebeu, që Majlinda ky është babi jot. Edhe ai ka thënë, e di, vetëm ka nuk ka thënë gjë tjetër. E dashur, Majlinda, ty ta ka thënë nëna. Nëna është ajo e sigurt kush është babai i fëmijës. Nëna, po dhe nga njerëz të tjerë, më thonë që ti ngjan si ai me fjalë, më thonë këtë. Sa vjeç është aktualisht? Po, ai mund të shko, mami im tani mund të ishte 64, ndërsa ai do jetë edhe më shumë. E qartë, mbi 64 vjeç. Po. E dashur Linda, ti sa vjeç ke qenë kur vendose ta kërkosh ta gjesh dhe ta takosh babain? Gjithkohën e kam pasur ndërmend, ti shkruaj, ta provoj. Para 5 viteve mund të themi, kam qenë te kjo shtëpi, me fjalë këtu kam punuar edhe kam hapur një Facebook falso, edhe i kam shkruar që jam një shoqë vajzës tënde, nëse do ta njohësh, të lis me të. Sepse nuk e dija se kush edhe do më përgjigjesh, mos ja shikonte edhe gruaja, nuk doja që t'i japja ati probleme. Më përgjigje, po thot, nesër më merr tek ky numër, sepse unë nuk e kam ato mesazhe. Edhe më merr, flasim për të gjithë, edhe më thot mos kujto se unë nuk të kam menduar, por nuk më tha që unë të kam kërkuar, të kam menduar. Por ai momenti i telefonatës së parë që ju prezantove, çfarë i the, jam vajza juaj? Po, pastaj unë i thash, unë jam vetë ajo, i thash, nuk them që nuk u gëzua, them që u gëzua, po këtë nuk kuptoj që pse ai është i ftohtë. Edhe më tha, ne do flasim sa, po jo gjithmonë, tha, do flasim një 6 muaj, shumë rrallë, në fjalë, nuk besoj se ai s'ka mundësi, mos flasim. Por e pyete pse kaq rrallë duhet të flasim, çfarë e pengonte një baba që të...
shumë gjëra që ai tha, unë edhe i pranova vetëm për hatër, vetëm që të flisja me te. Nuk doja t'i kundërviesha, nuk doja t'i kërkoja shumë pse. Më kupton, nuk doja mirë, ta këshu edhe këshu e lash në vjerë. Mirë po, sikur u mërzita atë kohë, se e shikoja për shumë që hynte dhe qysh nuk më shpronte asnjëherë. E mbylla atë Facebook. Në një shumë kohë pa i shkruar, me këtë Facebook që kam tani, i kam shkruar para një jave, si je. Mbas një 2 ditëve, kthem përgjigje dhe thot, ku je? Edhe i them në Itali. Edhe shkruar, mendova mos ishe në Shqipëri, edhe të uroj shëndet, e lumturi, kështu. Kaq, e kupton shumë ftohtë. Edhe ishte mesazhi, po e pash që e ka fshirë tani dhe këta, nuk e di, ka edhe frikë, ndoshta bile do të thënë dhe këtë tjetër, sepse i kam shkruar edhe djalit ti, jo, unë i shkruaj çupa ime. Po, desha të pyesja, sa fëmijë ka nga martesa aktuale? Ka 2 çuna, Pra, ti ke 2 vëllezër nga babai? Po. Po, dhe më trego kontaktin me ata që ke pasur. Edhe kjo ka ndodhur para 4-5 viteve, çupa ime i shkruan çunit, edhe i thot, i prezantohet kush jam, ai me fjalë i kërkon numrin tim, edhe unë me fjalë kam folur, i kam treguar edhe ati gjithmonë të drejtat çka kam ditur, se nuk dua as të shpifas, dhe nuk kam se shpif. Mirë ta në qofë se kjo është e vërtet, se unë i thash, tani tash unë rëndësi ka që të flasim, unë s'dua asgjë nga ju, dhe ata në Italia, vetëm të flasim. Po jo, po që e vërtet më thot, pse mos flasim? Edhe kaq, muhabet, i shkruaj një herë tjetër, shumë më vonë me fjalë si je, sepse nga ata nuk pash asnjë mesazh, si je, dhe më thot mirë, shumë ftohtë prap. Vitin që kaloi, i kam nis një mesazh për vit të ri, e pash që nuk u kthye asnjë mesazh nga ai, e pa edhe nuk ashtu, nuk u ktheu asnjë mesazh. Nuk e di, ata e kanë folur bashk, nuk di si ta them, po që tani mua më interesonin këto dosje, nuk e di si ta them, dosja e tyre që kanë bërë, nuk di ku mund ta gjej. Po, do ndalemi dhe do flasim të dyja. E dashu Linda, kjo gjë të bën të vuash që ti arritet të zbuloje kush ishte babai juaj, arritet të hyjë në kontakt me të dhe thjesht fakti që është kaq i ftohtë ndaj te të bën të vuash. Më bën jashtë mase sepse kur tani jam mundësi. Unë i kam thënë, sepse unë në qoftë se i lihet këtyre gjërave me fjalë edhe një adnet të bëj për shembull, besoj se i hapet shumë punë atyre, po unë nuk i kam kërkuar asnjë gjë. Por ai ta ka pranuar që është babai, që ka patur një raport me nënën tënde. Po. Po e di me fjalë, ajo zona ti e din të gjithë sepse kjo gjë është bërë shumë e madhe. Në ato vite. Në ato vite. Ti kisha ardhur në jetë. E dashu Linda, por ti çfarë dyshon? Sepse mënyra se si ti po e rrëfen të gjithë histori është, mendoj unë, fakti që ai nuk të pati asnjëherë pranë vetes, kjo largesa mes një babai dhe një fëmije, ndoshta natyra e një mashkulli është më i ftohtë më pas. Ndoshta nëna do ishte ndryshe nëse ti do rritesh me babain dhe do kërkoje nënën. Nënat janë më të ndjeshme nga natyra. Ndoshta thjesht fakti që ai krijoi familje, lindi solli një 2 djem dhe u lit pas asaj familje dhe e ka të vështirë të kthej kokën mbrapa çfarë ka lënë, sepse të ka lënë ty. Po pikërisht sepse mirë atëherë ishte i vllai që e kishte ai çdo gjë në dorë, e zem. Po sot, e vërtet ka një grua, ka fëmijë prap, unë edhe një qofse, le që nuk është me këtë vetëm të flasim i kam thënë, nuk i kam thënë as të takohemi qyshtek, nuk dua ta vej atë në pozitë, më kupton. Nuk dua që thjesht të flasim, po edhe kjo, edhe këtë nuk po e shoh.
Dhe sikur ai për shembull as më pyeti kur i shkruajta si je, më thoshte si je, fare, po më shkruajti ku je dhe kaq. E dashur Linda, ju vetëm keni çatuar, je takuar ndonjëherë fizikisht me babain tënd? Jo, asnjëherë. Nuk e ke takuar asnjëherë. Asnjëherë. Kam folur me kamër jo, Por pse? kam folur edhe çka kam shkruar. Ai besoj jeton në Shqipëri. Po, ka qenë në Itali, ka qenë edhe ai, po rinë në Shqipëri. U bë 5 vite që ke komunikim me babain. Pse nuk e ke marrë guximin të shkosh dhe të takosh fizikisht? Nuk e di, po rri shumë i ftohtë edhe nuk dua asnjëherë të jap probleme atij me gruan që ka. Ju mendoni që mbase gruaja e tij nuk e di, po ti ke folur me djemt? Besoj që është bërë diskutim në familje. Sepse ajo dhe mundet mos ta di. Po them se në fshat mos ta ketë marrë vesh, se njerëzit flasin. Jo, po edhe nëse nuk e ka marrë vesh në ato kohë kur është martuar me babain tënd, ti ke kontaktuar me fëmijët e saj, me vëllezërit e tu dhe është diskutuar në familje ky problem. Ti e ke pyetur babain tënd që pse ky takim i rrallë mes teje dhe meje, do të thotë çfarë të pengon? Nuk leja jesh, unë i fola, i shkojta si je, edhe më shkojti ku je, dhe mendoja se ndoshta do më fliste akoma, do thoshte diçka tjetër, bile sa i e mbylli duke thënë uroj ti jesh mirë, e kupton, nuk të le, edhe unë nuk i shkojta me, nuk. Unë nuk e di realisht, por nuk ka asgjë të keqe që një histori dashurie fatkeqësisht në ato vite përfundoi jo me martesë, dhe sot pas kaq shumë vitesh babai mos i njeh vajzën, se ai është kaq i ftohtë ndaj teje dhe duket sikur vazhdon ta mbajë ende një sekret. Atë dashuri dhe nga ajo dashuri që keni ardhur ju. Po dua të di edhe unë, pse? Pse nuk e ke marrë guximin? T'ja kërkosh këtë gjë? O dreta, gjithmonë edhe sot që po flas me ty, gjithmonë ngela, për shembull, shikoj telefonin, dale mos ka shkruar, mos pyet si je, po fare. Me fjalë me atë shpresën, se do shkruaj sot, se me vëllezërit e tu nuk ke më kontakte? Me vëllezërit nga babai? Nuk është me njerin, me tjetrin, me të voglin nuk kam folur, nuk është se ai më ka bërë blok. Nuk është për shkakun se ata nuk kanë bërë blok. Thjesht Elena ashtu edhe nuk e di, edhe mua më duket ndonjëherë sikur jam e tepërt, sikur i bezdis, nuk e di. Ja kam thënë, unë nuk dua asnjë gjë nga ai, unë nuk kam. Unë fukara kam lindur, nuk kam edhe këtu ku jam, kam buk, kam 2 fëmijë, shkollova, shqyr Zotit i ka mirë. Ta nuk dua asgjë, vetë kam ecur. Biles jam edhe ndarë, edhe nga burri, edhe vetë kam ecur. Ja ke dalë vetë. Po, qartë. Nga nëna ke motra vëllezër? Po, kam një motër dhe një vëlla. Mirë. Motrën e kam këtu, me fjalë jemi bashkë, ndërsa vëllain e kam në Greqi. Të paktën pas ke një motër dhe një vëlla dhe kjo është gjëja më e mirë. Jo, jam shumë, me fjalë shumë jemi një familje e vogël, për shembull s'kam xhaxhallar. Nga babi që më rriti, jemi me fjalë dhe alla 2 ishin vdiqën, një ka ngelur. Me fjalë jemi, po këtë them pse kur tani mundësia është, ai e pranoi dhe biles mendoj se ishte i gëzuar që më dëgjoj, po mori vesh për mua. Po pse frenohet, pse nuk e di pse. Nëse unë do ta kontaktoj dhe do lidhem me babain tënd. Nuk e di, nuk e di, unë mendoj se për ai do e kërsohet më shumë, nuk e di. Pse? Ti lidhe shumë kollaj, sepse ai Facebookun e ka, nuk është problem. Patjetër, por unë dua një mesazh prej teje për t'ja përcjell babait tënd. Ndoshta ato dilemat e tua, pyetjet e tua. Jo, kjo është e gjitha me fjalë, pse rri kaq ftohtë? Pse rri kaq ftohtë? Unë nuk është i kërkoj pasuri, edhe në qoftë se nuk takohemi, s'takohemi, s'do. S'ka gjë,
s'kam qa i kërkoj tjetër. Vetëm të flasim i kam thënë. Nëse ai ka vendosur që këtë komunikim mes teje do ta ketë kështu të rrallë një herë në disa muaj, ai nuk më kërkoi, edhe pse unë mbylla atë Facebook që thash më parë, ai nuk të kërkoj. Po, me fjalë ai që do të kërkon të gjen. Patjetër. E vërtet kjo. Po. Unë biles më vjen edhe rend edhe me tezet e mia. Do thonë gjan si ai, je si ai, po edhe më kanë biles njëra më thotë shkruaj që si shkruan. Me fjalë kur i themi kam shkruar, nuk më thanë gjë pse. Por ti, sepse unë kam tentuar. E qartë, ti foton e babait e ke parë? Po e kam parë, po pra është ke Facebooku, e kam parë. Po pra, e ke parë foton e ti, të ngjan? Ke ngjashmëri? Unë them se po, sepse diles në foto që kam qenë me vogël, që rria me flokë të shkurtra, kisha si ai, me cuni me vogël shumë, jashtë mase. Se e ke vlla. Si kur jam ai. E ke vlla, normalisht që do. Në fshatin ku isha martuar unë, pra afër Semanit, ishte martuar edhe një motre e tij. Halla jote. Po, ajo, halla ime, mirë po rrinte në Fier. Po. Nuk është se jetonte aty. Mirë po, e mora vesh, kishte mami që kështu, është edhe, më tha edhe Ebri, edhe kjo kalonte gjithmonë, për shumë me makinë, më shikonte, asnjëherë nuk qëndroi, sepse i kishin thënë që ku isha unë. Nuk qëndroi asnjëherë, më përshëndeste, më shikonte, mbaja çupën krah, e mbaj mend shumë mirë, edhe atë kokën kështu janë. Nuk qëndroi asnjëherë. Ndoshta nuk ka marrë dot guximin të takonte, varet si e ka menduar, si e ka logjikuar në ato momente. Ndoshta frika nga nëna jote, nga babai jot, që pse e takon, pse e bën dhe Që nuk mendoj këtë, ata nuk e di pse e mohuan të gjë dhe e lanë kështu. Mendoj unë. E dashur, ti the se në ato kohë janë bërë disa gjyqje dhe ty të interesojnë ato dosje. Dosje të cilat realisht ti nuk e di çfarë janë. Jo, nuk e di. Edhe nuk e kam idenë ku mund të t'i gjej, po mendoj në Vlorë, po. Jo, ke folur me tezet e tua për t'i pyetur që për çfarë u bë gjyqi në ato kohë, se ata nuk kanë qenë të martuar ligjërisht, ka qenë thjesht të dashuruar. Jo, nuk kam folur me asnjë për këtë. Mami ma tha që janë bërë gjyqje biles, sepse këta jetonin shumë afër, nuk është se jetonin larg. Ti ke lindur në vitin 1980, ndoshta në ato kohë mund t'jetë bërë e madhe për shkak e të sistemit asaj kohe dhe gjërat mund të kenë kaluar në gjykat, por ata nuk kanë qenë të martuar dhe nuk ishin çfarë të ndahanin. Edhe vllai ti nuk e di se çfarë pozicioni ka pas atëherë, që komandonte edhe në familje me fjalë. E kuptoj. Nëna kur ishte gjallë i ke thënë që do ta kërkoj një ditë babain? Nuk është se i thash po ajo më thoshte, për shembull se unë rria tek Daja, dhe mbaj mend ka pasur dasëm, siç e kishim ne, niste Daja me një javë para, edhe mami vinte të njëjtën ose të shtunë djel si ishte ajo. Kur kthehesha për shembull që vini në shtëpi, mbas si mbaronte dasma, e pendonin thoshte. Nuk më thoshte që jo, ose mos më lini fare, për shembull, të kisha kontakt andeja. Po unë andeja ngritur tek dajet e mi, me fjalë vija pushimeve. Pra, në një farë mënyrë babai jo të ka parë. Po, më ka parë, edhe mami ma ka treguar, sepse ati është si kodër, si fshat. Më ka thënë që ti vija nga lartë, me fjalë rrugës, edhe ishte dhe ai tha, me fjalë kemi kaluar të dy njëkohësisht në rrugë. Ti duke qartë, tha, kujt diu, tha, kush gacmoja dhe, ka lartë dhe i vogël. Po, që më ka parë si jo. Përderisa mbaj mend një rast tek dajet, nuk mbaj mend sa vjeç që kam qenë, ka ardhur ky vllai i tij, sepse rregullonte soba
sobën e dajes atje, edhe e pyet, po kjo çupa e kujt është? Edhe këta nuk i thon emrin e mamit tim, po i thon emrin e një tezes time. Edhe aty pra, me fjalë që se kisha ditur të gjithë këtë muhabet. Aty më thot mua janë dhe nga ju bën shumë fasule. Unë kam një tezën po jam. E qartë, por të bëri habi që Daja të prezantoj si vajzën e motrës tjetër. Po nuk i thash gjë. Ke qenë e vogël dhe nuk e ke marrë guximin për ta pyetur që pse. I mblidhja këto gjëra, dëgjoj një herë, i mblidhja gjithmonë që pse thoshin kështu, pse, po nuk e mirja guximin. Derisa më thanë vetë. Ka qenë nëna ajo që të ka treguar historinë dhe në fakt e dashur Linda, si historia juaj, le të themi fatkeqësisht ka plot histori. Plot fëmijë kanë ardhur në jetë nga një lidhje jashtëmartesore, ndoshta edhe brenda martesës, por partneri më pas e ka braktisur partnerin e tij, fëmijë që arritur pa nëna apo pa baba dhe edhe pse prindit janë gjallë, kontaktet le të themi janë shumë të rralla. E njëjta gjë është dhe me ty. Por unë desha të të pyesja, i qartë, ti ke marrë guximin dhe i ke shkruar babait tënd, i ke shkruar dy vëllezërve të tu, nga anë e babait, e ke kuptuar që ata janë shumë të ftohtë, nuk të shkruajnë, nuk të pyesin, të gjë të bën të lëndohesh dhe sa herë bën pyeten vetes pse ata nuk duan me mua. Ndoshta ashtu ata e kanë marrë vendimin, nuk ndjejnë dashuri, ngrohtësi për ty dhe sillen ashtu. Është e dhimbshme për ty, por duhet ta kuptosh të gjithë situatë. Por nuk e tentuar me hallat me njerëzit e tjerë, ti ke një familje të madhe nga babai, ti je gjaku i tyre. Do të them edhe këtë tjetrën, Odeta. Unë kam emrin e njerëz prej hallave. Po, unë e kam Ajlinda edhe ajo e kam Ajlinda. Kjo gjë ka ndodhur rastësi apo nëna ta vendosi ashtu? Jo, kanë vendosur atë sepse mami imi kishte shoqe, jetoni në një fshat, e kupton? E kuptoj. Janë rritur, le të themi, në një farë mënyre. Po, ishin komshi, dhe sidomos në fshat, ne dilin të njëri tjetri, ishin më të punonin bashkë. Qa ironie, je rritur pranë familjes së babait dhe s'ke patur kur kontakte me ta. Unë nga qytetë e vogël, unë kam lozur me kushurirat e mia. Tani jam bërë e fiksuar shumë pas telefonit, i shikoj, po që ti nis ftesë për shembull nuk e marr guximin, sepse edhe ato nuk më kërkojnë mua. E din që kjo histori ka ndodhur, e din këtë edhe nuk marrin kur guximin. Të kërkojnë Këtë më vjen i natë. E braktisur nga të gjithë, jo nga vetëm nga ai. Ndoshta ajo frika se si do ta presësh ti kushurirat nuk ta dërgojnë këtë ftesë, por nuk ka asgjë të keqe me Linda, ti ftosh, të flasësh dhe të lidhësh kontakte me gjakun tënd. Dhe nëse nuk të pranojnë, të refuzojnë. Ndoshta më përpara ishte e vështirë. Po, tani nuk mendoj se është aq i vështirë. Kush do të gjenë? Patjetër. Sot jetojmë me një teknologji shumë të avancuar që njerëzit mund ta krijojnë kontaktin brenda sekondit nëse duan. Kushdo, mendoj unë sot humbet kontaktet, sepse ai që do e gjen mundësinë në çdo lloj cepi të botës që të jetë. Por unë t'jap një këshill, Linda, nëse ty ta ndjen zemra që kushurirat e tua ti gjesh të flasësh, mund të flasësh, nëse ato të mohojnë, refuzojnë, ti je rritur me këtë mohim, ti je rritur larg familjes nga ana e babait. Çfarë ke vuajtur, e ke vuajtur. Jo, unë thjesht je rritur dhe logjikon ndryshe. Unë vetëm këtë mendoj që pse nuk ndjejnë fare, mendoj, po unë them, si jam kështu ka që duat t'i kem të flas. Po me gjitha të hajtë se ato nuk i detyroj do, po të paktën këte, ose edhe vëllezërit e mi. Edhe ata, për një nuk e di jo për jo, ndërsa i madhi që e di që kanë folur vetë, edhe ai nuk e di.
Nuk e di pse e mban distancë. Bile si kam thënë, unë nuk dua asnjë gjë nga ju, asnjë gjë. Thjesht ti kërkon prej tyre dashurinë e vllajt. Është Thjesht normale edhe kjo gjë. sikur një herë, po dhe një herë në muaj, dhe një herë 2 muaj, dhe në 3 muaj, po mjafton që e di që kam një kontakt, e di që edhe ata e din që unë ekzistoj. Se kështu i bie kur ata nuk të profilin, nuk E qartë. dukesh me gale. I them edhe vetes time kur ata atyre si jam ndjen ti pse je mundohesh, po prap nuk më rrihet, unë po si hapa çdo natë profilet e tyre i shikoj. I Po e di kontrollon. pse jam i shoh gjithmonë. Shoh, ata janë të martuar, kanë fëmijë. Unë gjithnjë pas kuintave do ta telefonoj babain tënd, do bëj të pamundurën sinqerisht për të patur një komunikim me të, por nëse ti do ta kishe përballë, dua një mesazh prej teje. Nga e gjithë kjo që folën bashkë, unë këtë doja nga e që pse kur ai është me vërtet e ka pranuar edhe vetë, kush arsye që ai nuk do që më rifton? Dua të them diçka, duhet të përgatitesh dhe nga ana shpirtërore për çfarë do lloj përgjigje që mund të marrësh nga ai njeri që është babai juaj. Po, unë shiko, atë gjë e di. Sepse Me fjalë, e di sepse që e e shoh. vuan dhe nuk dua të lëndohesh Po, akoma edhe më se shumë. Po. Jo, atë gjë e di them sepse e shoh që ai riftot. Nuk është puna se ai nuk po tenton, sikur një herë më shkrua ai thot, po si je? Sepse u tregua, fillimisht u tregua shumë dhe më tha, nëse ke ndonjë hall, ndonjë problem ti nga Shqipëria, më thuaj. Këtë ma tha. Po në Itali nuk të ndihmoj dot. Unë uroj që babai juaj të ndërgjegjësohet. Ti e ke bërë për herë të parë baba. Po. Ti e kupton ti Odeta? Që të ka ofruar gjithçka, të ka hapur derën në momentin që të ka thënë nëse ke nevojë për ndihmja ku jam për ty. Po, ja kështu i bie, po tani pse? Se di. Gjesi, Do të është bërë është penduar, nuk e di. mendon që mund Do të të jetë është mendon që mund të jetë penduar pse i foli vajzës vet? se di. Base, ata janë atë qetësinë e tyre, me hallet e tyre, mendojnë, po prapë unë si shqetësoj me hallet e mia, unë i kam për vetë hallet e mia. Nuk kam se i shqetësoj, shqyqyr Zotit kam 2 fëmijë, Dhe me jetë ti për kesh. bukurin. Faleminderit. Jam shumë e lumtur, shumë. Dhe ta Vetëm kjo uroj- pseja. Ta uroj me zemër që ti jesh një nënë e lumtur dhe ta uroj me zemër Shumë që faleminderit. ajo dashuri atërore që të ka munguar, babai uroj të ndërgjegjësohet dhe të telefonoj. Ti ke nevojë vetëm për dashurinë e tij. Fal Zotit, ai është në jetë dhe nuk ka pse ta mohoj gjithë këtë histori, këtë dashuri ndaj teje. Është që ke vështirë, mendoj unë, sepse kanë kaluar edhe shumë vite. Gjithsesi, e dashur Linda, unë pas kuintave do ta marr. Sinqerisht, ta premtoj këtë gjë, do ta marr, nuk e di se si do më reagoj, si do sillet, do mundohem të kem një komunikim të qetë me këtë zotëri për t'i treguar të gjithë atë çka ne të dyja folëm bashkë dhe atë mesazhin të ndjerë të një vajze që i ka munguar sa herë figura e babait dhe uroj që ta kesh sa më pranë vetes dhe të ndodhi sa më shpejt kjo gjë. Shumë faleminderit Odeta. Shumë faleminderit. Shpresoj më mirat bet. Ta uroj me zemër. Ne të dyja do mbetemi tashmë në kontakt për gjithçka. Shumë faleminderit. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim Odeta, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miqë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që babai i Lindës të më përgjigjet nga ana tjetër e telefonit dhe uroj të ndërgjegjësohet. Kjo 44 vjeçare, e cila u rit me njerë punë e saj, nuk i mungoi figura atërore, sot në një moshë madhore, është bërë vetë nën, ndihet e lënduar që babai biologjik, ai që e solli në jetë,
i mohoi dashurinë me nënën dhe mbi të gjitha nuk pranon të ketë raporte me të bijën e tij. Uroj që zëri i saj të dëgjohet. Mirë dashurish, nëse dhe ju keni një histori dhe doni që zëri juaj të dëgjohet, mund të më shkruani në numrin tip të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani dhe në faqet e mia në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook dhe në TikTok, dhe këto janë adresat e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite hyj live me këtë histori njerëzore. Faleminderit.